babai i 7 fëmijëve, të gjithë të martuar tash, pra të rritur, me gruan të cilën ka 35 vjet martesë, kanë filluar të shfaqen probleme. Që në fakt, si probleme, nuk duken të pranueshme për këtë njeri. Ndonse, realisht të themi, në këtë moshë mund të gjejmë një dozë të trimërisë së grave në raport me burrat e vet, jo në kuptimin negativ, por një farë guximi që nuk kanë pas ose thjesht ata burra nuk janë mësuar që ta gjejnë gruan e tyre të tillë në periudhën e mëparshme. Mund t'ja kthejnë fjalën nganjëherë, mund t'ju bërtasin nganjëherë dhe duket se gjithçka po i ndryshojnë mënyrën e jetesës. Kur burri duket se po humb pushtetin në shtëpi, kur gruaja duket se po bëhet jo vetëm e pushteshme, por edhe autoritare në atë familje, që në këtë rast do të ishte e papranueshme. Unë do të dua të dalloj një gjendje që mund të jetë nga ndonjë sëmundje, qoftë ajo sëmundje psiqike, qoftë edhe ndonjë sëmundje që i përngjan sëmundjeve psiqike, por që është e përkohshme pranë nga magjia, që thjesht të futen mospajtime në mes të bashkëshortëve, dhe kjo, edhe pse shumë më rrallë ndodh tek moshat e shtyra, megjithatë mund të ndodh. Pra nuk është gjë e pamundshme, nuk është gjë që nuk ndodh në asnjë mënyrë. Pra, ka mundësi që ajo të ndodhë, ka mundësi që ajo të ngjajë edhe në ato mosha. Nëse është e kësaj natyre, atëherë ne nuk kemi çfarë të zgjasim tek mjeku apo tek hoxha i cili kuron fryn me Kur'an dhe Sunnet. Nëse është në raporte të tjera, pra, që nuk ka aso shenja, por thjesht duket se ka përfunduar periudha diktaturës, sepse tashmë kam 7 fëmijë, jam bërë jo nën, por gjyshe, dhe nuk jam më ajo që nuk ka kush kujdeset për mua. Nëse ti mendon që të më maltretosh, të më keqtrajtosh, të më konsiderosh për robresh, atëherë unë jam dikushi. Sot kam bazën time, kam fëmijët e mi, kam nipat e mi, mbesat e mia që më mbajnë dhe ti nuk je më ai që ke qenë më parë. Nganjëherë gratë e tilla i respektuar shikues që bëhet këtë pyetje dhe shumë të tjerë, mund të reflektojnë pak sa edhe një kthim të borxhit ta quaj. Nëse ju eventualisht më herët nuk keni qenë gjithaq të rehatshëm ose keni përdorur autoritet, i keni maltretuar gratë. Jeni ndi sikur jeni të gjithë pushtetshëm mbi to. Natyrisht ato gra që kanë toleru ose kanë duru një gjendje të tillë, e kanë bërë nga pamundësia, nga paaftësia, nga dobësia që t'ju përballën juve. Në momentin kur ato kanë gjetë forcën, në momentin kur ato kanë gjetë mbështetje, ato tash e shfaqin atë rezistencë që kanë pas ndaj jush. Për këtë arsye unë ju them se absolutisht nuk është në rregull që të mendohet a thuhet të ndahemi. Kjo është turp, ndoshta ju them për probleme të tilla. Por ju duhet të mendoni dhe të keni gjaktësi në këtë çështje se çfarë kërkon gruaja juaj. A është se ju keni rregulla të tepruara në familje dhe ajo tash nuk do t'i përmbahet atyre? Apo është një mlefi të kaluarës? Apo dëshiron që ajo të rebelohet? Ka mundësi që edhe kjo të ndodhë. Unë në asnjë rast nuk dua që ta justifikoj atë grua e cila pavarësisht moshave të ndryshme, nuk duhet ta sheh burrin si një të aftë apo të paaft, i ri apo plak. Dhe kur ai ishte i fuqishëm, kjo do duhet ta dëgjonte, do duhet ta respektonte, do duhet i nënshtrohej urdhave dhe jetës së tij, ligjeve të tij, në momentin kur ai dobësohet, atëherë kjo duhet ta merr pushtetin dhe të tregohet e padëgjueshme. Të respektuar teleshikues, ne për këtë arsye porosisim t'ia kem frikën dhe respektin vetëm Allahut,